Duhet themi që njësia 2 është interesante, pasi edhe në këto momente ndodhen në ambiente në këto momente nuk janë aktualisht brenda sallës së palestrës, por janë jashtë. Kandidatët për deputet të Partisë Demokratike dhe të opozitit, gjithashtu edhe të Partisë Socialiste, kemi parë pak më herë njëri dhe Tabaku, por nga ana socialistëve është interesante, pasi në këtë njësi janë dy kushërinj të parë, të cilët garojnë për një vend në parlament. Flasim për zonjën Olta Gjoçka dhe Arben Pllumbi, ndërkohë gjithashtu njësia 2 nga ana për Partinë Socialiste ka një numër të lartë kandidatësh për sa i përket kësaj njësie, ku përveç se dy kushërinjve, duhet themi janë edhe Florian Pullazi dhe zoti Seferi, nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, i cilët garojnë për një vend në parlament, dhe duket e vështirë për ta që votat e njësisë 2 të prodhojnë mandat apo të kenë mundësi që të marrin vota maksimale në këtë njësi, ka që zona tyre elektorale, që më pas edhe të arrijnë të kenë mundësi që të marrin edhe në zona të tjera, pavarësisht se urdhri ka qenë i qartë që votat duhet fushat apo strukturat të punonin vetëm me ta në njësi ku ka qenë përgjithësia elektorale.